Numri i personave të evakuar dhe strehuar në palestrën sportive në Ivanidol ka arritur në 270 pas vërshimeve që përfshin lagjen Prilepska të Kërçovës dhe shkaktuan dëme të konsiderueshme në shumë shtëpi. Besnik Selimi nga Kryqi i Kuq njofton se aktualisht personave të evakuar u sigurohet ushqim dhe mjete higjienike bazë. Ai theksoi se për momentin gjendja është stabile, por duke pasur parasysh kohën e gjatë që do të nevojitet për sanimin e shtëpive të dëmtuara, çdo ndihmë shtesë nga qytetarët dhe donatorët është e mirë se ardhur dhe mund të realizohet përmes Kryqit të Kuq. Ai gjithashtu bëri të ditur se në bashkëpunim me Armatën është vendosur një stacion mobil për higjienën trupore, me qëllim që të sigurohen kushte më të mira për personat e evakuar gjatë qëndrimit të tyre të përkohshëm në këtë objekt. Për momentin do të thonë numri është rritur, deri dje kishim 250 persona të evakuar, brenda ditës sot erdhën e 3 familje të tjera dhe kemi 270 persona, të cilët i kemi akomoduar me ato mjetet elementare themelore, ndihma humanitare themelore, që është me mjete higjienike dhe 3 vakte ushqim. Sfida më e madhe ishte pjesa e higjienës, për gjë në bashkëpunim me Armatën e Maqedonisë u vendos një stacion mobil për mbajtjen e higjienës dhe është në funksion qysh nga dita e sotme. Shpresojmë që brenda këtyre ditëve të punohet më shumë në terren, që të mund të bëhet pastrimi i oborreve dhe shtëpiave të këtyre personave që janë të evakuar dhe të fillojnë dal nga dal kthimi i tyre në vendbanimet. Kështu si e shohim ne mbas vlerësimeve tona, mendoj se kjo mund të zgjas prej 10 deri në 15 ditë. Për momentin kemi ushqime nga donacione lokale, nga restorantet, një pjesë mëngjesin e sigurojmë ne, do ushqim të konservuar, dhe në bashkëpunim me komunën e Kërçovës, kemi në koordinim gjithkohën, kemi siguruar nga termocentrali Oslomes, vakte ushqimore, nga kuzhina popullore, nga donator lokal. Për momentin i kemi të siguruar 2-3 ditë, meqense është numri shumë i madh, janë tani më 270 veta. Apelojmë te qytetarët, ato që duan të donojnë, paraprakisht të lajmërohen te Kryqi i Kuq, për saktësisht se çfarë duan të sjellin. Duhet ta koordinojmë atë pjesën e ushqimit. Ka nevojë. Ka nevojë, për ushqim të konservuar, mjete higjienike, ujë të pishëm dhe mjete për dezinfektim. Ata janë më prioritet për momentin, dhe në ndërkohë edhe veshmbathje, qepe, diçka që mund të sillen janë të mirëseardhura.